Pa unë burkoneve do të nisi me diskutimin ton lidhur me të gjitha temat që i përmenda paraprakisht, të ftuar sot kam Enis Shaqirin, mirë se erdhe. Ju faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. Si e vlerëson sot nivelin e aktivizmit rinor në Maqedoni, duke pas parasysh se të rinjta nuk janë shumë aktiv kur vjen puna tek politika? Fillimisht më duhet ta theksoj se temat të cilën do e bisedojmë sot dhe pyetja të cilën e drejtoni është aktive për më shumë se një dekadë brenda Maqedonisë së Veriut. Fatkeqësisht ne gjendemi në prag të ndrimit të motmotëve, pra drejt kalimit të vitit 2026 dhe e njëjta vazhdon të jetë prezente dhe aktuale. Një pjesë e të rinjve në Maqedoninë e Veriut mendoj se shpesh shihen vetëm si targeti fushatave politike, pra si diçka që ka të bëjë me dekorin politikisht, figurativisht këtë pjesë e thëmë. Ndërkaq nuk ka faktor real në vendimarrjen politike pra në Maqedoninë e Veriut. Kur flasim për pjesën e parë, tani tek pjesa e dytë pra për segmentin tjetër, indikatori numër 1 është pjesëmarrja e zgjedhjeve të zgjedhjeve lokale, pra e cila ishte diku 47% në raundin e parë dhe 20% në raundin e dytë, një ramje më e ulta që nga pavarësia e shtetit, pra që kur funksionon Maqedonia e Veriut, dhe kjo mendoj se tregon qartë se të rinj së bashku me pjesën tjetër të qytetarëve kanë një mosbesim ndaj proceseve politike, një zhgënjim total e kështu me radhë. Pastaj mendoj se kjo nuk vjen nga mungesa e interesit, të rinjve, por mendoj se vjen nga mungesa e ofertës reale politike në Maqedoninë e Veriut, të cilët jemi mësuar ta shohim vazhdimisht dekadën e fundit, sidomos pak a shumë kjo është e gjitha për aktivizimin e të rinjve në proceset zgjedhore. Cilat janë ato sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen të rinjt kur duan që të aktivizohen në vendimarrje dhe të ndikojnë në vendimarrje? Me çka ballafaqohen? Sfidat kryesore mendoj se është klientalizmi politik që funksionon brenda partive politike, brenda sistemit politik. Mendoj se një pjesë tjetër e shohin edhe atë konkurrencën rinore brenda partive politike që dikush aktivizohet vazhdimisht, jep mundin, ndërsa një pjesë tjetër vetëm nga dikush vetë se është thënë, merr dhe e kalon nivelin nga aty, kalon në një nivel tjetër. Dhe kjo mendoj se është sfida më kryesore tek të rinjt. Ka edhe sfida tjera, për shembull nepotizmi, e shumë çka, po klientelizmi politik mendoj se është më kryesorja. Ekziston një bashkëpunim real mes të rinjeve dhe institucioneve, apo mbetet vetëm formale dhe vetëm në letër? Bashkëpunimet zakonisht ekzistojnë vetëm në letër siç e potencuat, bashkëpunim real nuk ka, bashkëpunimi vetëm i cili ndodh është gjatë fushatave zgjedhore, po e përsëri ku të rinjt shihen si dekor politik, jo si diçka të cilët do marrin pjesë në proceset vendimarrëse reale. Ne për shembull së fundmi kemi pasur një studim me Institutin Ballkanik për bashkëpunim rajonal ku funksionoi në komunat e rajonit të Pollogut, pra nga një anketë të cilën e kemi bërë me të rinj del qartë se të rinj ndjehen të nënpërfaqësuar, një pjesë bukur e madhe e këshillave rinor lokal janë jashtë funksionit, ndërsa ato pak që ekzistojnë janë domethënë jo funksional, vetëm në emër, vetëm në letër. A është këto gjëra që përmendë ato që i dekurajojnë ndoshta të rinj që të shkëlqejnë në politik? Si mund të frymëzohen më shumë të rinj që pavarësisht të gjitha këtyre problemeve që i hasin gjatë rrugtimit të tyre të aktivizohen, për shkak se zëri i tyre ka potencial vendimarrës? Tashi aktivizimi të rinjve, për shembull, si mund të motivohen, ekziston shumë. Për shembull, por rruga nëpërmjet partive politike momentalisht është shumë e ulët. Do kisha thënë aktivizimi të rinjve përmes organizatave jo qeveritare, organizatave civile, të cilët do japin maksimumin e tyre, do japin idenë për një problem që u tangon atyre, diçka bazike, për shembull, diçka në lokalitetet ku funksionojnë ata. Dhe mendoj se kjo është një ndër arsyet më kryesore që një pjesë e të rinjve, për shembull, të fillojnë ta ngrenë zërin për pjesën të cilën ju pengon. Qoftë diçka më e vogël, për shembull, nuk e di, tash jetojmë në epokën digjitale, mjafton vetëm një shkrim i vogël, një status, një video e cila tregon qartë se shifet diçka nuk shkon kështu. Duhet ndërmerret diçka. Dhe pastaj krijimi i rrjeteve rinore e kështu me radhë, ndoshta do kishte qenë diçka pozitive. Të rinj duhet që të jenë të vetëdijshëm për rolin që ata kanë në shoqëri në pikë të parë. Pse mendoni se një pjesë e madhe e të rinjeve hezitojnë që të dalin
të votojnë në zgjedhje. Kemi parë përmendet edhe vetë statistikisht në një numër shumë i ullët. Po, 27 dhe 20% në raundin e dytë, pra me ullëta. E kemi parë ndër vite që të dhënat në kanë tregu që të rinjt përbëjnë një numër shumë të vogël të kësaj përqindjeje. Pse hezitojnë të rinjt të dalin në zgjedhje? Ne kemi qenë dëshmitar për shembull ditëve të fundit, javëve të fundit me këto rotacionet politike, për shembull si në pushtet dhe në opozit, me qenë se pushteti këtu na tangon më shumë pasi që mbart mbi supe problemet tona. Një ndër arsyet kryesore është fytyrat e njëjta politike, për shembull nga një funksion, sa nga ky funksion në tjetrin, e kështu me radhë, ose nga kalimi prej opozitës në opozit, e kështu me radhë. Dhe mendoj se kjo është një ndër arsyet kryesore. Për mua nuk duket normale, për shembull, një X politikant sa t'jetë ministër, sa t'jetë deputet, sa t'jetë drejtore, kështu me radhë, a nuk kam për shembull partit politike ftyra të reja, rinore të cilët do e rifreskonin skenën politike, të cilët po këta të ri do kërkonin për shembull, do kërkonin llogaridhënie, do kërkonin gjëra që u takojnë. Dhe mendoj se kjo është një ndër arsyet më kryesore pse të rinjt për shembull hezitojnë të marrin pjesë edhe në proceset zgjedhore, po edhe të përfshihen aktivisht në fushata e kështu me radhë. Kemi parë edhe në programet promovuese që i kanë sjellur partitë gjatë fushatave të tyre që i përdorin të rinjt aty të jenë që të thonë se promovojnë figurat e reja edhe dekori politik për se janë të përfshirë. A i shohin pra partitë politike si partner real, si diçka të rejnë në partitë e tyre, apo janë vetëm thjesht? Fatkeqësisht jo, për shembull nëse marrim i analizojmë listat për këshilla komunal, një pjesë bukur e madhe të rinjve, për shembull ata të rinj të cilët kanë një ambicie politike, kanë një vullnet për të ndryshuar diçka, të gjithë i ke për shembull nga numra vetëm për shfrytëzim të imazhit, shfrytëzim të pjesës asaj, emrit mbi emrit e kështu me radhë, të cilat janë nga për shembull nga 20 e poshtë dhe e dinë që nuk do të arrijnë të zgjidhen. Edhe pjesa e naltë e dinë për shembull se si funksionon dhe kush i merr meritat. Neve vazhdimisht flasim për ndryshime të mundshme, sa mirë do të ishte nëse të rinj do të përfshiheshin, por duke pas parasysh të gjithë historinë politike që kemi pas deri sot, a mund të jenë të rinjt realisht agent të ndryshimit në komunitetet e tyre? A mund që me këtë mënyrë të funksionimit që e kemi pas ndër vite të ndryshojnë në total mënyrën e funksionimit të politikës në Maqedoni? Unë mendoj se momentalisht kur përflasim të rinj si agent të ndryshimit lokal të azëm, është një kulturë shumë e largët për neve, është kulturë më shumë evropiane, pasi që neve kemi probleme esenciale të cilat me kalimin e kohës prej subjekteve politike shfaqin diçka narrativa, për shembull narrativa me etnike, për shembull përplasje sporadike etnike, pastaj ndodhet ajo ndarja e pjesa e territorit, e keni qartë grupacione të ndryshme. Mos t'i përmendi për shembull pala maqedonase, pala shqiptare, kjo vjen e gjitha nga subjektet politike për të shfrytzuar një momentum të caktuar. Dhe këtu ndodh ajo ku të rinjt nuk mund të jenë efektiv në rolin si agent, pra agent të ndryshimit, agent për të mirë, pasi që kemi një gap, një ndarje të madhe të kjo pjesa dhe kështu që mendoj se jemi shumë larg nga bëhen viktimat e një propagande më shumë. Fiks, jemi pikërisht. A kemi ndoshta një shembull konkret të angazhimit të suksesshëm rinor? Shembull konkret mund ta përmendi po ashtu njëjtë me Institutin Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal, të cilët gjatë muajve të verës e kemi pasur një projekt për europianizimin e të rive nga Ballkani perëndimor, dhe aty sinqerisht kur kam takuar bashkëmoshatarët e mi, si ata më të vegjël, ata më të mëdhenj, janë fascinuar për shembull se si në çfarë forme ju qaseshin problemeve të tyre, problemeve që u tangonin. Ne dim për shembull se Ballkani perëndimor, Maqedonia e Veriut dhe shtetet përreth e kanë si synim strategjik integrimin në Bashkimin Evropian. Edhe pjesa tjetër e shteteve për në NATO, por këta të rinj ishin apolitik, dhe me thënë, nuk bënin pjesë në procese partijake. Vinin si aktivist me organizata jo qeveritare, organizata civile, të cilët kishin për bazë funksionimin, mirëqenjen e qytetarëve, problematika që u takojnë e kështu me radhë. Pra, në moment ku vjen në pyetje politika, aktivizmi politik e kështu me radhë, mendoj se e kemi shumë problem të kjo pjesa. Nuk kemi... Çfarë në kupton për ju një kulture
shëndetshme aktive, një kulturë zgjedhore që është aktive, mirë po që nuk kalon ato kufit. Kulturë e shëndetshme aktive për mendimin tim do kishte qenë kur qytetari përveç të drejtës së votës të marrë dhe të kërkojë ato që i takon. Për shembull të ngrisë zërin për nepotizmin, të ngrisë zërin për neglizhencën